Senati Amerikan rrezon propozimin e Bernie Sanders për të ndalur shitjen e armëve për Izraelin. Senati i Shtetit të Bashkuara ka hedhur poshtë përpjekjen e senatorit Bernie Sanders për të bllokuar shitjet e armëve me vlerë afro $500 milion për Izraelin. Disa senatorë demokrat mes tyre Rich Blumenthal, Corinne Kunz, Catherine Cortez Masto, John Fetterman, Kirsten Gillibrand, Jackie Rosen dhe lideri i pakisën Senat Chuck Schumer votuan kundër rezolutës duke u bashkuar me republikanët për rrëzimin e saj. Po ashtu është refuzuar edhe një rezolutë e dytë që synonte të ndalte shitjen e bombave me vlerë $151 milion Izraelit. Sipas raportimeve ndërkombëtare, SBA-i ka ofruar Izraelit mbi $21 miliard ndihmë ushtarake që prej tetorit të vitit 2023. Në reagimin e tij, Sanders tha se ky ndryshim pasqyron dhe opinionin publik amerikan duke referuar një sondazhi sipas cilit 60% e amerikanëve kundërshtojnë dërgimin e armëve në Izrael.